Po normal që i do marrë kallashin atë, ku shikon që ka punojësin e policisë brenda atij që i jep informacion, e paguan, ka listë pagesa. Gledis Nano a di pse hoq në policia, pse hoqi Çuçi dhe Rama bashkë. Se kishte 150 drejtor policie te listë pagesa te Ervis Martina që do t'i arrestonte. Dhe këta i ke akoma aty. Ikun, hoqën Gledis Nano, ata vazhdojnë aty. Se me atë mbajnë ata korrupsioni, parat, krimin organizuar, narkotrafikun, gjithë këta, për këtë punë. Pra, ish vetëm dhe këta 150 nuk i thot Artan Manushaqja, profesori, as Gledis Nano nuk i thot në dëshira vet, i thot shërbimi informativ shqiptar. Dhe deklarimi që ka dhënë dëshmitari i Ervis Martinajt, që ka marrë vetë Gledis Nano atje, që i kanë nxjerrë listë pagesën, këta janë këtu. Pra, ky është një rast. Se ka plot, domethënë, kështu që ka probleme të mëdha për mua. Është kapur, siç e thot kryeprokurori i antimafjas italiane. Edhe mandoi, pra ish prokurori, po edhe ky tjetri, ja s'pam kujtohet emri tani, domethënë, Grateri, m'fal. Nikola Grateri. Grateri, po, siç thotë, domethënë, korrupsioni dhe krimi organizuar në nivele të larta në Shqipëri dhe tani ka kaluar në krim transnacional. Pra krim transnacional, pra krimi nuk është vetëm brenda më, por ka filluar që në Itali, ju keni parë që edhe mediat në Itali për Ranucci te Rai Treshi, edhe timi i policisë italiane dhe prokurorisë italiane është drejt faktorit shqiptar mafia. Nuk flasin kotat. Prokuroria italiane shumë serioze. Janë serioz, janë korrekt, nuk janë para gjykues. Janë prokurorit, po themi, kanë gabime patjetër, sigurisht, po janë në prokurorit më të sakta, që ta qepin kostumin në mënyrë perfekte, nuk i vazhdojnë kot ato hetimet ata 4-5 dhe kur dalin deklarata apo hipoteza, ata e kanë të qartë skemën dhe atë puzzle se çfarë ndodh. Rasti konkret i policisë. Në policinë e shtetit ka shumë njerëz të ndesh, po që nuk punojnë dot. Kryesisht pjesa më e madhe e kupolës, dhe posteve të rëndësishme në policinë e shtetit është e korruptuar, është e inkriminuar, është kontrolluar politikisht dhe një pjesë është e lidhur me krimin organizuar. Siç e kanë treguar faktet. A keni Oltyon Bisrin në burg? A keni deklarata në media që ka vërtetë ka kërcënuar gjyqtar dhe prokuror në shtëpia me armë me këto banda, kanë nxjerrë njerëz në prit, por punojës policie kanë nxjerrë në prit, punojësi policisë kanë nxjerrë punojësin e policisë në prit. Domethënë, shoku kanë nxjerrë shokun në prit. Domethënë, një nga parimet që kur betohesh ti atje, kur merr titullin për të bërë punojës e policisë së shtetit, betohesh me besnikë që do t'i shërbesh adeut kushtetutës, po do mbrosh shokun. Kur mbrosh shokun mbron të drejtën. Pra për mua policia është një nga hallkat më të korruptuara të Shqipërisë, po edhe një pjesë e mirë e tyre, një pjesë e mirë drejtuese, jo të gjithë, se nuk jemi para gjykues, po edhe njohim njerëz të ndershëm, po që nuk i lënë të punojnë, janë të lidhur me krimin organizuar. Në rasti fundit, i këtij personazhi që është plagosur atje tregon shumë. Pra dyshimet e para, se do vazhdoj hetimi, do dalë hetimi, tregojnë që ai ka qenë person i botë krimit, me gjobënie, ka qenë i shoqëruar me banda, me krim të organizuar, me lëra fati, që janë të jashtëligjshme. Pra këto janë elementë që kanë nxjerrë media. Dhe si janë pak, ai hipotetizoli të jetin në gjyq atje se do i nxjerrin ata pas në kuptimin e mirë që këto fakte janë të vërteta se përderisa nuk kundërshtojnë faktorë të tjerë. Kështu që me shumë mundësi domethënë këtë pjesë personi do jetë pra pjesë e kësaj botës zezë, po më rënd është fakti që si është përthitur ky dhe është dhënë një raport për këtë zotrin që ky është i pastër. Pra ka kaluar në mënyrë kaq të thjeshtë është futur në polici. Kjo tregon shumë. Unë mendoj që në rastin konkret, jo vetëm që s'e kam mbikëqyrur, po unë mendoj që personazhi ka dalë brenda aty. Ka qenë personazh që kanë pasur konflikte me punojës të tjerë policisë për shkak të këtyre lidhjeve kriminale, sa i ka dalë në prit atij. Se s'ka shans të dalë nga do dalë informacion që vjen filani që andej. Nga do dalë informacioni. Informacioni nga do dalë. Do dalë informacioni sakt nga policia e shtetit, pra nëpërmjet tyre shërbimeve strukturave këtej. Edhe ne kemi shumë raste që punojës policisë shtetit kanë qenë shërbëtor të këtyre grupeve kriminale shumë të rrezikshme, tregon kompromentimin dhe kalbëzimin e policisë shtetit që nuk ka qenë kurrë kështu policia e shtetit. Në këtë ditë zezë, ku shoku tradhton shokun. Apo futen banda, apo futen kriminal në policinë e shtetit, njerëz me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Në këtë rast, si mund të, se nuk gjem as fjalë të ta shpjegojmë këtë lloj situate që një punonjës, një agent i AMP-s gjendet në makinë
me një person i cili ka pasur një sketë kriminale të mëparshme, i cili kishte një vit që ishte liruar. Çfarë ndodh në këtë rast mes raporteve të krimit dhe policisë, edhe pse ju e përmendët deri diku? Bardhesh, jo. Ne mund të merremi sa doni ju me këtë rast, po si ky rast janë shumë rast. Se kemi rastin e Eris Martinet, edhe i shoqërues punojës Reneas, apo jo? Ai djali. Kemi për rastet policisë shtetit që janë kapur punojës policie të lidhur me botën e krimit, kemi pafund këto vite. Filloi që na Durrës, filloi që na Vlora. E mbani mend atë rastin e Samir Tahiri, ai shefi komisariatit, drejtori fare policisë. Se janë pafund raste. Kjo çështje ne nëse do të analizojmë nga pikpamja profesionale e kriminologjisë, sigurisht që krimi ka marrë revansh. Pse ka marrë revansh krimi? Për shkak se shteti ka rënë. Dhe shteti është i kapur nga organizatat kriminale, dhe ky është fakt. Dhe kjo gjendje do vazhdojë akoma. Ne po na cënohet edhe pjesa që kishim deri diku mund të ishte diskutueshme, pjesa e sigurisë publike. Tani po vriten njerëzit në rrugë, po vriten sheshe publike, po vriten zona të rëndësisë veçantë, po vriten zona sigurisë së lartë. Pra ky është element që po cënohet prej vitesh tashmë. Kjo ndërrohet i ministri, sa ministra të bënsh ke ndëruar? Ke ndëruar sa duash ministra të bënsh. Krimi sa ka ardhur dhe ka evoluar, pra edhe si metodë, po edhe si sasi, po ta shohësh, po edhe rasti konkret që tregon që në një vend sigurisë lart, në aeroport, u shkruaj një krim në mes të ditësh në një ambient që shqyr Zotit nuk është vrarë se është dëmtuar në një person tjetër. Kjo për mua lidhet me çështjen e pushtetit. Pra lidhet me filozofinë e këtij pushteti që për mua ky regjim ka atë që shpesh quhet dhe ka ardhur dhe sekretari, një ata zënës dim sekretari i departamentit shtetit. E ka përmendur dhe ambasada amerikane. E ka përmendur disa herë dhe ambasada amerikane, edhe në takime drejtuesit e SPAK, edhe të Ministrisë së Brendshme, edhe të personazheve të tjera. Ka thënë duhet luftoni kartelet e narkotrafikut. A ka një vullnet të tillë për të luftuar kartelet qoftë nga SPAK-u dhe nga qeveria? Unë nuk e shoh te qeveria këtë. Te SPAK-u mund të shoh disa prokurorë me gishtat e dorës. Na 20 prokurorë mund të jenë 4-5 aty që kanë dëshirë, por nuk i lënë edhe aty të punojnë. Sepse problemi është kështu. Shiko, edhe ne të duam te SPAK-u, edhe me dinatin ton që kemi, që për shembull, përse ka qenë një ansh me opozitën e tjera për këtë rast. SPAK-u na pikpamja e volumit punës se përballon dot, se policia është mekanizmi i madh hetimi, burimesh njerëzore e tjera. Dhe SPAK-u vetë nuk e përballon dot. Që të merret me të gjitha këto, ndërkohë që merret me këtë korrupsioni këtu. Pra i duhet ndihmë edhe këtyre aparateve i tatimeve, i policisë shtetit, inspektoriateve të ndryshme. Nuk e ka ai këtë, ata se kanë këtë ndihmë. Vetë drejtuesi i SPAK-ut e deklarojnë para parlamentit që ne s'kemi kallëzim, nuk kemi kallëzim. S'ka asnjë lloj referimi, po. S'ke. Ata vetë nuk e fillojnë kryesisht, për shembull, nuk fillojnë referime kryesisht vetë, s'kan guximin edhe vetë fillojnë kryesisht, se prokuroria fillon edhe kryesisht hetimin ndaj policisë. Pse nuk e bëjnë gjë të tillë? Po se bën tani çfarë them unë, pse bën ja, kjo pyetje është pse bëjnë, se bën s'kan kuraj, s'duan ta bëjnë për mua. Ndjejnë frikë, ndjejnë pasiguri, janë të kapur, janë të treja këto element. Për mua një pjesë e mirë aty të SPAK-ut janë prokurorë që janë vënë nga të kontrolluar nga krimi organizuar. Dhe janë me emrat, me mbiemrat. Një pjesë janë të vënë nga krimi organizuar për mua. A mendoni se pas këtij atentati dhe pas kësaj ngjarje mjaft të rëndë, SPAK do vihet në lëvizje për të rritur nivelin e goditjeve ndaj krimit organizuar? Nuk ka ç'a bëj SPAK-u i vetëm. Por të bëj sa doj SPAK-u nuk ka ç'a të bëj, se këtu problemi është kriminaliteti shumë i madh dhe i hapur jo thjesht në një segment të qeverisë apo të pushteteve të tjera, pushtete lokale, por është i përhapur. Dhe këtu duhet të jenë gjitha institucionet bashkë me SPAK-un që të luftohet ky fenomen. Ti mund të kërkosh sa duash në SPAK-un, nuk ka ç'a të bëj te SPAK-u. Ç'a do bëj SPAK-u kush e korruptuar gjithë policia? Ai dërgon letër, i thot i kthire atë, ai vetë punoi si policisë se gjeta unë te shtëpi, thotë e kam dërguar letrën, thotë. Ndërkohë që kërkimin ta bëj, do ta bëj ai punojësi i BKH-s aty, sa ta 40 veta, 50 veta, 60 sa janë aty.